miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve, për shëndetin, për bollokun dhe për dashurinë. Dhe vazhdojmë. Për lexime personale më kontaktoni në Instagramin tim Tea Tarot 2025. Ç'na thon tarot për ditën e sotme. Vjeta e kupave. Ju jeni një person bashkë me personin tjetër, pra jeni dy të dashuruar, falenderus dhe minjos universit për këto azë të mrekullueshëm që ju ka sjellë në jetën tuaj. Në këtë ylber kupash, ju gjithmonë falenderoni dhe keni një mirënjohje të thellë nga shpirti për gjithë gjërat e mira që keni në jetën tuaj. Luftoni fort sot për të arritur kësaj dite të mrekullueshme. Keni luftuar fort kundër kundërshtarëve të tuaj. Jeni guzimtar dhe i vendosur në jetë. Bani një ekuilibër të fortë në jetën tuaj. Ju mbrojeni nga ky ëngjëll, këmbët i keni në tokë dhe dritën e universit në çakrën e kokës që ju ndriçon rrugën tuaj. Diskutohet sot për diçka drejtësie në të vend, për diçka drejtësie që prisni të merrni në jetën tuaj shumë shpejt. Për pjesë pronash, për pjesë pasurie, për ndonjë trashëgimni, sepse pjesa e bollokut tuaj nuk është në nivelin që ju pretendoni të keni. Është pak nën atë nivel. Dhe ju për këtë gjë jeni të menduar. Mendojeni gjithmonë tek pjesa e bollokut. Sepse gjithmonë thot, në jetën tuaj, ju keni bazë në marrëdhënie që krijoni në shoqëri, keni bazë gjithmonë pjesën e sinqeritetit. Pra, themelet tuaja në marrëdhënie shoqërore, miqësore, sentimentale, kanë bazë sinqeritetin. Jeni një person shumë i pastër nga ana shpirtërore. Dhe në prorin tuaj gjithmonë keni kup. Pra, keni bollok shpirtëror, bollok material, financa të mira. Shumë shpejt do të merrni një lajm të gëzuar që do të festoni këtë fitore, këtë lajm gëzimi. 3 persona të rëndësishëm të jetës tuaj do të ngrojnë kupat lart për të festuar këtë lajm. Ky luftëtar vjen me këtë lajm, me këtë mesazh drejt jush për të sjellë këtë gëzim të madh në jetën tuaj. Ju jeni të rrethuar në çdo çakër keni bollok financiar, keni bollok, por jeni jashtë, këtë bollok ju e keni jashtë vendit ku jetoni. Ndonjëherë sot mërziteni, uleni në këtë hije teme dhe mërziteni tek pjesa e bollokut, tek pjesa e marrëdhënieve që keni rreth e përqark njerëzve, ambientit ku ju jetoni. Por sot gjithmonë ju vjen një kup e argjend e mbushur me mjalt, që ju thot, hani pak nga ky mjalt im, provoj pak të mjaltin tim, sepse është bio, dhe do të heqë atë mërzitjen, atë hidërimin, atë sikletin, trishtimin që ti ke. Dhe ti e pranon me shumë kënaqësi sot këtë kup të ardhur nga universi, të mbushur me gjëra të mira. Dhe siç gjen dhe kërkon sot punën, ashtu të rrjedhin monedat në jetën tuaj. Pra ju jeni një person shumë punëtor, që ashtu si e kërkoni punën, ashtu dhe ju rrjedhin monedat, bolloku në jetën tuaj. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit, miqtë e mi.